Mos hani më shumë bukë se ç'duhet, sipas mjekëve ka pasoja në shëndetin tonë. Ka shumë lloje të ndryshme të bukës në treg, por shumica e njerëzve zgjedhin bukën e bardhësht më e lirë dhe më e disponueshme. Por mjekët paralajmërojnë se konsumi i tepërt i bukës mund të ketë disa pasoja të padëshiruara në shëndetin tonë, citon Medical News Today. Si fillim do të keni shtim në peshë. Marrja e lartë e karbohidrateve të thjeshta si buka e bardhë mund të çojë në shtim në peshë, domethënë shtim të padëshiruar të kilogramëve në trup. Mund të nxjisë rritjen e papritur të niveleve të sheqerit në trup. Ekspertët e ushqyerjes tregojnë se ushqimet e pasura me karbohidrate si buka e bardhë shkaktojnë rritje të papritura të sheqerit në trup, sidomos nëse konsumoni në sasi të tepër të mëdha. Ajo mund të nxjisë edhe probleme të lëkurës, duke krijuar më shumë akne dhe probleme të rrullave. Gjithashtu mund të shkaktojë kapslëk. Prandaj buka duhet të konsumohet me moderim dhe më mirë do të ishte buka integrale për të marrë përfitime të duhura.